Zuzar, që pas kanë patur gjithë kohën mendjen tek kofshët e vajzave tonë dhe tek erotika diplomatike me të cilin është zhvilluar dialogu i famshëm Kosovë, Serbi, ku ndërkombëtarët, pala ndërkombëtare, emisari Lajçak, përfaqësuesit e Bruksellit, përfaqësuesit e Evropës, përfaqësuesit e qytetërimit perëndimor, burit e Beogradit në Prishtinë, u ashisnin për gjëra të mëdha. Ka thënë zoti Lajçak. Unë dua t'ju them me këtë, miqtë e mi, që ka ardhur kohë, ne si kombë, të rifitojmë dinjitetin tonë të humbur dhe të shpëtojmë prej shkërlatokracisë ndërkombëtare, kësaj bordelloje të madhe ndërkombëtare burokratësh nga Brukseli e deri në anën tjetër të planetit, të cilët ju shesin në moral. Në fakt, ky është moral kolonialist, sepse ata kur nuk na kanë trajtuar si partner, por na kanë trajtuar si territor.